Tani, bashkaresht të thojmë shahadetin, ta themi në gjuhën shqipe, e pas të themi edhe arabisht. Tamam? Besoj me zemër. Besoj me zemër. Dhe e them me gojë. Dhe e them me gojë. Se Zoti është një. Se Zoti është një. Nuk ka tjetër postina. Nuk ka tjetër postina. Dhe se Muhamedi. Dhe se Muhamedi është rob. Është rob. Dhe i dërguar. Edhe i dërguar. I Allahut. I Allahut. Po ashtu besoj. Po ashtu besoj. Se Isa. Se Isa. Është. Rob edhe i dërguar i Allahut. Rob edhe i dërguar i Allahut. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilahe. La ilahe. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammeden. Muhammeden. Rasulullah. Rasulullah. Allahu akbar. La ilahe illallah. Nga ky çast ti je musliman dhe je jo vetëm se na, po më e mirë se na. E para se me të kallëzu, çka do të thonë që më e mirë se na, e me ta bëu edhe për hajër, çka pas me të pyet për emrin. Emrin thamë në fillim se ki Radovan. Po. Apo? Po. Apo ki qef me në rrugë? Po. Qysh me fara me ke zgjedh? Ridvan. Ridvan. Egzash Ridvan. Ta bëjmë për hajër për Ridvan. Allahu dasht e trujt. Mashallah, tabarakallah. Allahu akbar. Zoti trujt e të nderohet. Faleminderit shumë. Edhe ty vëlla, faleminderit që për sebeb po. Allah e dhërm. Allah i trujt. Allah Allah i shpërblef. Allah i trujt. Edhe dy fjalë kur thash vëlla Ridvan se ti sikur se na, po dhe më e mirë se sa ne, boljet nas, pata për qëllim, kur njeri jo musliman, me thot shahadet, e bëhet musliman, krejt gjenahet, grijehi, të cilat i ka bërë, krejt, ama krejt, i fshihen i falen. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kështu që nga ky moment, o do vë qasta, nga ky moment, o do momenta, ty fillojnë veprat amele tua si një letër e bardhë. Letër e bardhë, ku në kanë të kur gjo. Prej tashet janë nisin që nëhën veprat. A na e kena plët me gjunahe, të e kitë pastërt. Kështu që ti më e mirë se na. E ne ta kemi lakmin ty. Allahu të rujt, e të rujt familjen, e të rujt shnetin, shëndetin, e të shtoft mirat, e në fund të Allah gjenetin, e të bëft hajrë, të bëft sebeb, shkaktar për hajrë, edhe për të tjerë t'ja Rabbil Alamin. Faleminderit. A ki diçka nëse ki me na thonë? Që shpëndjem vetën? Mirë, shumë mirë. Shumë mirë, faleminderit shumë. Allah e trujt, faleminderit, Zotë që përbet. Të ndëruar lëzër, ishte kjera në pika shkurtra një solemnitet, një qas shumë i ëmbël, i shtrejt, i këndë shumë për mua, një pëfasi i ëmbël, kujte edhe për juve, me vetë dëshirë pranon Islamin dhe bëhet musliman, sepse vetëmja feje pranuar të Allahu është Islami, që shka thënë Allahu i në dina inda Allahi l'Islam, vetëmja feje të Allahu është Islami. Faleminderit për juve, faleminderit për Ridvanit, për shokëve ti, për të gjithëve, inshallah Allahu e ruan këtë dhe e ruan familjen, edhe inshallah ta'ala takohemi sërish takimet tjera dhe dënë zote dhe vëllezër tjerë dhe motra tjera dhe musliman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.